Gjatë periudhës kur kam qenë dekan, kemi pranuar ankesa nga studentët lidhur me mos licencimin e këtyre programeve dhe pasojat që kjo çështje kishte për diplomat e tyre. 24 student kishin diplomuar në vitin akademik 2007-2008 në Kolegjin Universum në Ferizaj, në Fakultetin e Edukimit. Edhe pse vendimi i ish-ministrit Arsim Bajrami thotë se nuk i kishin programet e licencuara të diplomuarit në Fakultetin e Edukimit në Kolegjin Gjilani. Ish-dekani i këtij kolegji, Naim Mustafa, i ka konfirmuar për kallëzopranime se patën ankesa të shumta nga studentët që ishin pranuar dhe diplomat e tyre nuk pritej të njiheshin. Gjatë periudhës kur kam qenë dekan, kemi pranuar ankesa nga studentët lidhur me mos licencimin e këtyre programeve dhe pasojat që kjo çështje kishte për diplomat e tyre. Për informimin tuaj, gjatë periudhës sa kam qenë dekan, së bashku me pronarët e kolegjit, kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për zgjedhjen e këtij problemi. Këto përpjekje janë realizuar përmes takimeve të shumta ndërmjet kolegjit dhe Ministrisë së Arsimit. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të bëra, çështja nuk ka arritur të zgjidhet me sukses gjatë asaj periudhe. Pasi tha se i kishin uzuar që edhe në kushtet të mos licencimit të regjistronin student, Mustafa ka sqaruar se nga bisedat jo formale të zhvilluara më vonë në kolegj me personelin akademik dhe pronarët, në atë periudhë kishte ekzistuar një praktikë që kolegjet të fillonin regjistrimin e studentëve në fillim të viteve akademike, ndërsa proceset e licencimit të programeve të zhvilloheshin më pas nga Ministria e Arsimit. Mustafa ka ndarë me ne numrin e studentëve të regjistruar në Kolegjin Gjilani në programet e Fakultetit të Edukimit, të cilat në bazë të vendimit të ish-ministrit Arsim Bajrami nuk ishin të licencuara për vitet akademike 2006-2007 dhe 2007-2008. Atij nuk i kujtohet se sa kishin paguar studentët për studime në Kolegjin Gjilani. Sipas këtyre të dhënave, në 2006-2007 ishin regjistruar gjithsej 19 studentë në programin Arsimi Parafillor, kurse më 2007-2008 ishin regjistruar 17. Gjithsej kishin diplomuar 19. Në arsimin fillor më 2006-2007 ishin regjistruar 34, kurse pas një viti 43 dhe kishin diplomuar 53. Nga këndvështrimi i Mustafës, vendimi i ish-ministrit Bajrami ka qenë një përpjekje e mirë institucionale për te i kalimin e këtij problemi, por ai shprehet se nuk i di arsyet pse ai vendim nuk është zbatuar ose nëse është zbatuar pjesërisht nga Fakulteti i Edukimit i Universitetit të Prishtinës. Ndryshe nga Mustafa, Sedat Berisha, pronari i Kolegjit Universum në Ferizaj, ka deklaruar se nuk kanë pranuar ankesa nga studentët për shërbimin e tyre në atë kohë. Sipas tij, 24 student kishin diplomuar në vitin akademik 2007-2008 në Kolegjin Universum në Ferizaj, në Fakultetin e Edukimit. Edhe pse vendimi i ish-ministrit Arsim Bajrami thotë se nuk i kishin programet e licencuara në Fakultetin e Edukimit në vitin akademik 2007-2008. Berisha thotë se kanë funksionuar normalisht me arsyetimin se kanë pasur transparencë të lartë dhe bashkëpunim me Departamentin e Arsimit të lartë dhe Inspektoratin në Ministri. Kanë raportuar çdo vit në Ministri, si dhe në Administratën Tatimore të Kosovës për çështjet tatimore. Regjistrimi këtyre studentëve në programin e edukimit mësimdhënie 4 vjeçar është bërë mbi bazën e kërkesës sonë gjatë periudhës 2006-2007 për licencimin e këtij programi. Komisioni për licencim, pranë masht, ka zhvilluar të gjitha procedurat e nevojshme, vizita të drejtpërdrejta në kampusin tonë për vlerësimin e programit, hapësirat, stafin mësimdhënës, stafin administrativ, stafin menaxhues dhe të gjitha procedurat paraprake të bazuara mbi kriteret e licencimit të një programi studimor. Në atë periudhë është paguar edhe TVSH dhe tatim në fitim nëse ka pasur për çdo të hyrë nga studentët. Këtë e ka parapo ligji mbi TVSH dhe ashtu është vepruar. Nga masht, pas kërkesës sonë për licencim dhe vizitat e komisionit për licencim, tutje në procedurë mashti ka heshtur. Nuk kemi pasur një konfirmim me shkrim që nuk licencohemi dhe mbi këtë bazë kemi funksionuar pa asnjë paralajmërim se duhet të ndërpritet së funksionuari ky program i edukimit.